Gjuhët e zjarit të dalura nga goja e piromani serbe e shëndruan në ty me hi mundin dhe djersën qindra vjeçare të Gjakovës dhe ju kërcënuan si një përbindësh mitologjik qiellit. Fillimisht, flakën ja vun çarshisë së vjetër të Gjakovës për të vazhduar me ekzekutimin e njerëzve eminent. Vetëm në natën mes 24 e 25 marsit të 99-s, shkijet vran 6 qytetar, në mesin e tyre edhe kirurgun dhe humanistin e shquar Dr. Izet Hima. E i pari që u vu në shënjestër ishte Kujtim Dula. Bashkëshortja e tij, aktorja e njohur Elida Shasivari, kujton ato momente të vështira. Ne i dëgjojshim në bërë, unë burri ishte vjera ndjera, nona ime ndjera ishte aty dhe 2 fëmijët e vegjël, ata veç kishin fjetë. Pak para 12-ve, që s'ka ndodhë kur, vajza u qu, bab, për thira, ja, ka qenë që edhe sot, kur ju tregoj, është një befasi, edhe e vendosa të prap në gjumë, edhe për një herë derës një brit me madhe, një e thyn derën e oborit, drejt erdhen tek unë, në shtëpi se ne baneshim shtëpinë e vjetër, në obor ishte edhe shtëpia e re e kunatit, edhe hinë mrena, me një tur ishte Vuk Mirkoviqi, me gjithse ishin gjithë maskum, e kanë qenë një ushtri e tanë, rusë dhe rumun, se ata u njifshin, nuk bisedojshin, mirë po gjatësia aty në, do më thonë, paramilitarë gjithë veshun, ajo është hinë mrena, i ka sa i Shtevan, ka thonë, fjalla pare ti, Kujtimi ka qenë dhomë fjetjes, e kom lutë me dalë kadritaret e dhomës fjetjes, kom thonë bile ti ikë, se nuk është ditë kush për shpëton, kush për metet, bile një prej familjes me met gjallë, në momentet e fundit tha unë e kur nuk ju lo. Elida shtoi se egërsia e sjelljeve të tyre, barbaria shtazarake ndaj mjedisit homogjen shqiptar, qysh ishte edhe është Gjakova e rrethina e saj, u manifestua në rend të parë ndaj qytetarëve të këtij mjedisi. Prej hymjes deri te dera e oborit, unë kom kalu në një kolon paramilitarëve në 2 ont, e kisha djalin, nana me vajzen edhe vjera, dhe më thonë resht për një jetëshim, dur të është mi majtë në gjithne, për ndryshe kishim prek në për paramilitar. Te dera e oborit ka vrapun njeni, edhe ai ka qenë i Gjakovës, ama tha krejt arin që ka kinë gjuën e tëne edhe i ka marrë gjithat. Neve nga kanë largu, kemi vazhdu, kemi hecë rrugës. Murët vesh që kanë bra Kujtimin? Me njëherë, po unë e kom ditë, si kemi bo një 10 metra prej shtëpisë, është ndëgju Rafali. E kom ditë që s'ka shpëtim se aty vetëm mizme pas qenë ki mujtë mu largu. Por ju vetëm në njerëz, Gjakova u plaçkit, pastaj u dogj me qëllim të çrrënjosjes së gjithë asaj që është shqiptare. Përpos xhamisë qindra vjeçare të Hadumit, pësuan edhe objekte të tjera fetare siç është teqja e Bektashive. Bile këtu, përpos humbjeve materiale, pati humbje të pazëvendësueshme në literaturë. Materiale më e madhe ka qenë librat, cilat nuk janë më. Këtu janë grëmbullu prej disa gjeneratat babalarëve, janë grëmbullu shumë libra. E mas shumë ti ka pas libra që i ka pru baba Homza edhe baba Qazimi. Njëkohësisht edhe Haxhi Adem babaj, po mas shumë ti në dhimën dërshkrimet. Se ka pas diku 38-40 dërshkrime që kanë qenë voluminoze disa, kanë pas 300-400 faqe. Ato nuk kanë si të zavendësohen. Kjo është ai problemi që në kanë marrë një pjesë të historisë. Ata e bën këtë gjë për të humbur gjurmët e historisë dhe prejardhjes së shqiptarëve, shtoi baba Mumin Lama. Është bërë parësi se objekti si objekt ka shpërby si shkollë, kur ishin shkollat e mbyllura, këtu kanë majtë mësimin maturantat e gjimnazit e Derdushi, këtu e majtë manifestimet të ndryshme që nuk kanë pas objekt politike në po patriotizmi. Edhe kështu kemi rëndësi edhe shumë janë që i kanë qenë, janë pjesëmarrës në te që kanë qenë aktiv në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Mu më vje keq që asnjëherë
askush prej institucioneve nuk u kujtu për familjarët e këtyre viktimave civile që edhe ata e dhanë matë shtrejtën e tyre për këtë vend. Nuk e di, u miratu ligji, shofim çka do të bëhet, mirë po mjafton edhe një përkrahje morale. Mirë po as ata se kemi pas deri me tash.